Sa I përket njohjes nga Siria, dua t'i uroj edhe një herë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, natyrisht që Kosova meriton secilën njohje të pavarësisë së saj, sepse pavarësia e Kosovës është në përputhje të plotë jo vetëm me vullnetin e popullit tonë, dhe pas një sakrifice shekullore ndër brezash, por është njëkohësisht edhe në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare, siç është konfirmuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë para shumë vitesh. Pra nuk ka asnjë arsye të vetme që shtetet më të hezitojnë. Ne me Sirin kemi punuar që një kohë të gjatë, që nga ardhja në pushtet e autoriteteve të reja në Sirin e lirë. Unë kam rënë në kontakt më njëherë pas disa ditësh me ndihmën e shtetit turk, kam rënë në kontakt me autoritetet e reja dhe me leadershipin e ri të Siris. Pra që nga ajo periudhë, kabineti im ka qenë në kontakt me kabinetin e presidentit të Siris, me ministrin e punëve të jashtme, dhe pastaj takimin e parë, siç e dini, e kemi pas në prill të këtij viti, para rreth 6 muajsh parafërsisht, dhe ka qenë një takim I shkëlqyeshëm, ku kemi diskutuar jo vetëm për vuajtjet e njëjta që I kemi kaluar, por njëkohësisht se si mund ta mbështesim si shtete njëra tjetrën në fuqizimin ndërkombëtar, shumë procese të tjera. Ne edhe pas atij takimi në prill, thuajse në baza ditore kemi qenë në kontakt, ekipi im ka qenë në kontakt me ekipin e Siris, dhe momenti I njohjes u përmbyll me takimin 3 palësh në Arabinë Saudite dhe me mbështetjen, siç e përmenda, të vazhdueshme të Turqisë dhe me leadershipin e lartësisë së tij mbretërore, princit kurorës së Arabisë Saudite, I cili e mori përsipër që të na bëj bashk dhe që akti I njohjes të kryhet pikërisht aty. Mendoj që është një akt me rëndësi historike për shumë arsye që I përmenda, por që do të ketë jehon pozitive dhe në shumë shtete të tjera. Ju siguroj që jo vetëm tani, por përgjatë gjithë mandatit, puna jonë dhe angazhimi ynë për arritjen e njohjeve të reja ka qenë e çdoditshme. Pra jo vetëm çdo javë, por çdo ditë kemi punuar, por nganjëherë frytet e punës nuk shihen menjëherë. Dhe jam shumë optimiste që do të kemi edhe shumë lajme të mira në vazhdim, por nuk është në interes të Kosovës që ne të dalim me emra të shteteve. Ne kemi takuar edhe lider të disa shteteve tjera jonjose në Arabi Saudite tash që ishim, dhe në çdo shtet tjetër ku ka organizime multilaterale, unë takoj edhe shumë shtete tjera jonjose, por nuk I bëjmë ato publike, se qëllimi është I mirë, nuk është qëllimi që mos jemi transparent, por qëllimi është që derisa të kemi mundësi që të kemi një lajm pozitiv rreth njohjes, që mos t'ua hapim rrugën armiqve të Kosovës që të krijojnë bllokada, sepse siç e dini, Serbia me aleatët e saj janë jashtëzakonisht agresiv kundër Kosovës dhe sovranitetit të saj. Pra ne po punojmë kur pa ndalë dhe me mbështetjen e fuqishme të aleatëve tonë, dhe edhe tash e tutje do të vazhdojmë të bëjmë njësoj, me shpresën që shumë shpejt do të kemi edhe lajme të tjera të mira. Shtetet nuk kanë asnjë arsye mos ta njohin Kosovën.